Përpara çdo udhëtimi bëjmë një herë një xhiro nga shenjë që të na ecë udhëtimi mbar. Më kanë ardhur këto tre pakun nga shenjë dhe do t'i japim mbar si gjithmonë. Fillojmë me të parën. Ky është një body. Ky rrinte shumë bukur atje tek foto. Si unë këtë do lë me foto se si e rri, sepse unë nuk kam recipetat e duhura për momentin që ta tregoj dhe sikur që nuk do më rri mirë. Shpresoj shumë që të më bëjnë. Janë një palë xhinse të bardha. Detaj vetëm është ky këtu. Pas kam qelluar masën se pyeta ChatGPT në fakt për t'i gjetur masën e duhur sepse ishte me numra, por që më rrin fiks shumë mirë më rrin. Janë goxha të trasha dhe as pak transparente. Tjetra tani. Kjo është një xhaketë fustan. Është shumë e bukur në foto, po ja do ta provoj tani direkt. Tani unë nuk po e kuptoj shumë këtë, se kjo është shumë e hapur këtu nëse unë do ta vesh pa gjë poshtë ose me një balgeta të trasha ndoshta. Më rri shumë bukur, ma tregon shumë bukur trupin. Këtu anash ka këto dy të çara që e bëjnë pak më të veçantë, edhe me këto xhingërrimat siç i kam unë qef. Këtë duaj që ta marr se po më pëlqej ka shumë. Ky është një fustan. Është një fustan sateni thënçin, këtë materialin kështu, që mua më jep pak krisje në fakt kur e prek kështu. Këto fustanet janë pak të rrezikshëm që ti marrësh kur ke një bark si imi që është pak sa i fryrë, sepse këto duan një bark me vërtet shumë elegant. Ka edhe këtë të çarën deri këtu. Tjetra tani, një fustan me tyll. Tantel. Ta provoj një herë, ta provoj si më rri direkt. Ky fustani është shumë unë. Më pëlqen me të vërtetë jashtëzakonisht shumë. Modelin sapo e pashte modelja nuk rrini komplet supet jashtë, po ky ngrihej pak më shumë, edhe më pëlqen me të vërtetë shumë. Këtë mendoj që do ta marr edhe sidomos me vendin ku do shkoj unë, mendoj që do përshtatet jashtëzakonisht shumë. Si një latine e vërtet. Latine from Shein. Prap me xhingërima e pas ka marr. Kjo është një body tjetër. Okej, mendoj që e gjeta outfitin tjetër, sepse ky body me patjetër do një palë pantallona me shtratë të gjatë, kështu që mendoj që vajtëm fix. Mua më pëlqen ky kombinimi i bardhë me të zezë, nuk e di se sa në modë ose jo është. Recipetat si gjithmonë nuk janë të duhurat, e kalojmë pjesën e recipetave, e morëm vesh. Më pëlqen me vërtet shumë edhe kjo. Nuk e di si ju duket juve kjo. Shkojnë këto të dyja bashkë apo mendoj palpandalla tjera më mirë. Kemi edhe këto të fundit dhe me që ra fjala tek recipetat, që të gjejmë të duhurat, që janë shumë të mëdha. Po unë që e kam marrë lëja. Kanë këtë detajin e lezetshëm kështu, kam pak fare mbushje, nuk kanë shumë. Janë në 3 ngjyra. Ngjyrat më bazike të mundshme, të zeza, bezh edhe të bardha. Këto do t'i provojmë veten, nuk do t'i provoj këtu. Kjo ishte gjithë porosia që kisha bërë këtë herë në Shein. Unë do t'ju lë patjetër kodin tim për ulje dhe të gjitha kodet e produkteve që pat në këtë video.